Të nderuar miqtë e Veriu Sport, jemi drejt për së drejti nga stadiumi Loro Borishi i Shkodrës, pak minuta përpara ndeshjes Vllaznia Flamurtari, ndeshja e fundit në shtëpi për ekipin e Vllaznisë. Kam përzgjedhur sot në këtë pragndeshje për të marrë një opinion nga Arben Xhaferi, është drejtori sportiv i Vllaznis Futsal, një Vllazni Futsal që është kampione kombëtare në fuqi dhe po kryeson kampionatin, por jemi tek futbolli i madh, Xhaferi. Ndeshja fundit në shtëpi, ambienti duket jo as entuziast sa ndeshjet e tjera, por sidoqoftë kanë vlerë pikët e sotme. Absolutisht po. Sot koha shumë e mirë. Unë do të kisha thënë se do të ishte mirë që njerëzit që vinë sot të kënaqen të shohin një performancë dhe shpresojmë që Vllaznia të bëjnë një rezultat pozitiv që të kalojnë edhe këtë histori të po quajmë një mini krizë të vogël të rezultateve që ka pas katër ndeshjet e fundit. Unë thashë edhe më herët, ndeshja në një farë mënyrë për Flamurtarin nuk ka rëndësi, është larguar nga kategoria. Edhe Vllaznia ka siguruar fazën finale, por pikët i duan nëse humbet rivali i saj, se ka një ndeshje të vështirë. Elbasani sot, Vllaznia rrimer vendin e parë. Përpos kësaj, po tjetër që po kjo është e vërtetë, përpos kësaj Vllaznia duhet me bëjë një mini test për sa i përket Final Four-it, sepse mungojnë pak ditë, me datë 16 ose 17 në varësi të vendit që do të zojmë, do të bëjmë ndeshjen dhe kjo është edhe një test i mirë për Vllaznin, pavarësisht se Flamurtari ka mbyll llogarinet për Superligën shqiptare. Pa dhe shpresojmë që të shohim diçka të bukur, të shohim. Sipas asaj çfarë pam edhe në nxjerrje sipër ka një farë lëvizje, disa elementeri sot janë futur nga stoli, edhe për t'ju dhënë me tepër hapësirë edhe me tepër edhe pushim titullarëve, por për t'ju dhënë hapësirë edhe lojtarëve të stolit. Kjo është një moment i rëndësishëm për lojtarët e ri që janë aktivizuar pak gjatë këtyre fazave që janë bë. Ato duhet sot me kontribu për ekipin dhe me tregu se nuk e meritojnë me ndonjë stol. Shpresojmë që të kënaqen edhe me ta, por shpresojmë atë të afirmojnë sepse janë 3 ndeshje që do të bëhen Final Four dhe gjithmonë stoli është i rëndësishëm për ekipin bas. Tradita e këtyre lidhjeve të drejt për drejta përmes Veriu Sport gjithmonë ka qenë përpara ndeshjes një parashikim me shifra. Unë nuk jam shumë i mirë me parashikime me shifra, por mendoj një rezultat me diferencë 2 golësh të Vllaznisë. Shpresojmë që mos dalin kështu, se mos më thonë që pas këtë ditë më përpara, por kështu e mendoj. Edhe autorët e goleve do të donin nëse keni ndonjë imagjinat. Besoj që sot kapiteni do të shënojë, për të tjerë mos më kërkon më tepër. Shfrytëzojmë momentin të nderuar shikues në këtë lidhje për futbollin, për pragndeshjen e Vllaznia Flamurtari, për të marrë një opinion për Vllazninë e futsallit, e cila si vetë është absolute, kryeson me merit, e shkëputur nga rivalet Tirana dhe Flamurtari. Mbrëmjen e djeshme mundet përmes shumë emocionesh Flamurtarin rival 5-4. I kënaqur, por tash është një moment që duhet me pas shumë kujdes. Ne treguame 2 fazat e para që mbyllën kampionatin vendin e parë me 7 fitore dhe 1 barazim, por kjo është momenti ku duhet kemi jashtëzakonisht kujdes, duhet të tregojmë pikuri. Besoj që çunat e dinë këtë gjë, unë e them këtë gjë sepse do me kanë me kam tokë. Përgatiten për fazën e Final Four-it ku do të fillojmë mas 2 javë, javën e ardhshme do të hahet edhe shorti. Jena jashtëzakonisht kënaqur, por jam i bindur që këta djem kanë bërë jashtëzakonisht i punë të mirë, por jam i bindur dhe ata dinë shumë mirë që mundën me bëjë edhe më tepër se kaq. Janë 4 skuadra në finale, Vllaznia, Tirana, Flamurtari dhe Forcat e Armatosat. Do të jetë short i lirë, sipas informacionit. Short i lirë, 2 vendet e para do shortohen me 2 vendet e dyta. Ne jena me Tiranën, ne në vend parë, Tiranë në vend dytë, atëherë mos ne presim o Forcat Armatosat ose Flamurtari. Po nuk ka shumë rëndësi ekipi, rëndësi ka që ne atë ditë kur të him fush me kanë gati që me fitu gjithë finale dhe me shku në finale. Është gati Vllaznia Futsallit të rifitoj titullin kampion që e ka fituar vitën e kaluar? Përpos që çunat e meritojnë, nuk jam i bindur se fitojmë sepse një ndeshje ka 3 rezultate, por mendoj që do të bëjmë atë që duhet me bë për Vllaznin Futsal për Shkodrën. Ishim Arben Xhaferi, drejtori sportiv të Vllaznisë Futsal, që po kryeson kampionatin dhe është gati për titullin e 2 të radhës, cili na dha dhe një opinion për pragndeshjen e Vllaznia Flamurtari që parashikoi 2-0 sipas Xhaferit. Me diferencë 2 golësh, nuk e di më së Shpresojmë të darë rezultatet juaj. Faleminderit.